Pse si komenton Eva vetë këto, po ja komenton ti? Kush e levën të bëjsh të doj këtu? Pse ku jemi këtu që do komentoj Eva tek faqja im? Faqja im, se thot Nina Eva, Nina është e para, nuk është Eva. Ky do komentoj Eva tek faqja ime, nga na doli kjo? Do filloja e tani moj kuku mja, çka një të dërgoj video. E shikoni do na vini tani të zihemi me motrën. Dëgjoni tani, se po vetë edhe kjo kolozhima tu tjetu. Tu them se çfarë bëhet, si funksionon kjo me videot, që komentoj unë gjithmonë edhe jo Eva. Eva më dërgoi videot tani nga Italia. Edhe kur je me shumë njerëz, nuk mund të bësh video me zë, do me thënë që tregon pamjet e njërën e tjetrën. Mi dërgon mua videot edhe i përpunoj unë, edhe pastaj ja voice over duhet ta bëj unë detyrimisht. Jo se kam ndonjë qejf të madh që ta bëjem, le ta bënte Eva, po nuk bëhet që ta bëj Eva. Ndaj edhe bëj unë voice over. Ndaj dhe i komentoj unë. E di që ca nga juve dajnë të doni të i komenton të Eva me atë humorin e saja. Edhe unë të dojtë që të komenton të Eva, po nuk bëhet. O njerëz të dashur dhe të bukur, ndaja edhe do detyroheni të dëgjoni Ninën në komente. Jo për gjë tjetër se nuk e le Evën të komentoj. Kur bën video duke gatuar e ashtu, mund i bën me të folur. Disa, jo të gjitha. Ndaja, me që të gjitha këto rrjetet sociale i menaxhoj unë, detyrimisht duhet të bëjë disa gjëra më shumë se Eva. Eva është guest star, si të themi. Vjen, duket këtu në video, na e bën derin që del në video, edhe ikën, ju dhajnë të flasi. Guest star flasin pak.